Dje në një aksident të rënd të ndodhur në autostradën Ibrahim Rugova, ku fatkeqësisht ka humbur jetën Lumni Lushaj, njeriu kontributeve të mëdha atletare, luftetari pa epur i lirisë së Kosovës, njeriu që kur në jetë s'ka kursyer asgjë për Kosovën, ishte ushtari i UÇK-s dhe miku më i mirë i strategëve të UÇK-s, si Kadri Veseli, Hashim Thaçi, Enezir Çoçaj e shumë të tjerë. Figura Lumni Lushajt ka dimensione shumë dimensionale, sepse në luftë ishte njeriu me kontribute të jashtëzakonshme. E pas lufte ishte prijetari shumë organizimeve për jetësimin e lirisë së Kosovës. Ai do t'i mungoj shumë Kosovës, do t'i mungoj fryma e tij atë dhe dashëse që kishte për vendin. Ishte dhe mbeti militant i pavarësisë së Kosovës dhe njeriu që me kontributet vetanake ka ndihmuar çdo pore për Kosovën, që e ka dashur më shumë se gjithçka në jetën e tij. Emri Lumni Lushajt në pavarësinë e Kosovës padyshim se ishte një gur i rëndësishëm i themeluar për këtë liri. Emri i tij do të mbetet emër legjend, iku në moshë të re, kur ende kishte mundësi dhe të ndihmonte proceset e lirisë së Kosovës. Nga ky aksident ka mbetur i lënduar edhe ishte deputeti Enezir Çoçaj, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetë. Qindra personalitete si deputete, afarist, politikan e kanë rikujtuar. Derisa kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përkujtuar adetarin e Lumni Lushaj. Ai shkruan: me pikëllim të madh, mora lajmin e kopshëm për aksidentin tragjik ku kishte humbur jetën miku im Lumni Lushaj Lumi. Kontributi i tij në shumë procese të rëndësishme ka qenë domethënës dhe përmbajtësor. Ishte më shumë njeri me energji pozitive dhe njeri me dinamik që kam njohur ndonjëherë. Ju shpreh ngushëllime të gjithë atyre që ju mungon. Miku im Lumi u pret në paqe.